parlamentari ka njëse, tani mandatari sot, para orës 14, të ullet edhe të bisedoj me gjitha partitë politike që të arrijet një marrëveshje politike me prodhunin qeveri teknike. Vetëm ky ka qenë mundësia, edhe vendosja, edhe se cili akter sot publik në Republikën e Kosovës e ka ditur qëndrimin e PDK-s, LDK-s, AK-s, NISM-s, edhe të partive tjera dhe të disa deputetëve të Komunitetit të Joshimicës. Dhe duke ditur këtë, nuk është dashur të shkohet në seancë sot për formimin e qeverisë, pa një marrëveshje sepse është ditur që të dështoj. Dhe tani më i lihet faji LDK-s, PDK-s, AK-s që kanë përgjegjësi. Jo, keni përgjegjësi edhe ju zëra deputetët si shumicë parlamentare që ta marrin përgjigjen. Duke se nuk e keni bërë minimumin e mundshëm që këto çështje të kalojnë në pajtim me kushtetutin dhe me rregullorin e kuvendit. Po, kashi. Zoti Jahaj, pajtohem plotësisht që çdo deputet i Republikës Kosovës që ka dhënë betimin duhet të marrë përgjegjësinë karshi qytetarët të Republikës Kosovës. Për këtë arsye gëzojmë që i dalim para qytetarit për të shpjeguar ku jemi edhe cilat janë sfidat që kemi përpara. Është shumë e rëndësishme me kuptu që Zoti Jaka e din shumë mirë që opozita ka refuzuar dialog dhe ka këngull drejt zgjedhjeve. Sot edhe para seancës së orës 11, partitë opozitare, LDK, PDK, kanë dalë me konferenca të jashtëzakonshme për media, edhe kanë treguar pse s'po vinë seancë, ata kanë qenë në objektin e kuvendit të Republikës Kosovës. Mirë po kanë refuzuar të vinë sallë. Pikërisht refuzimi tyne për me qenë prezent në salë tregon që ata janë të vendosur edhe kërkojnë me mgullm që ne të shkojmë zgjedhje. Si duket ata besojnë që ndoshta shkuarja në zgjedhje mund t'ju ndryshoj kalkulimet eventuale. Mi punë që ka mundë me thonë është që kjo situatë në cilin ata e kanë pru Republikën e Kosovës duhet t'i faktohet opozitës për faktin që e patën mundësin. Edhe nëse nuk e kishin kalu buxhetin e vitit 2026, e patën mundësin që Kosovës mos t'ja largojnë 200 milion euro, investime cilat nuk kthehen. Është e vërtet që këto marrëveshje ndërkombëtare kanë qenë në procedurë, është e vërtet që çdo marrëveshje që fillon me negociu, e derisa të vjen te votimi në kuvend, ka një procedurë, e zoti Jaka e din shumë mirë, sepse përcjell punën e kuvendit edhe din shumë mirë që jo çdo projekt ligj që nis përfundon në afatin kohor të dëshirueshëm. Kështu që merr kohë edhe ka institucione të ndryshme që janë të involvuar, po në këtë proces ne kemi një, si me thonë, afat kohor final karshi planit të rritjes Bashkimit Evropian, që 10% e totalit mundet ta jep këtë vit. Nëse ne dështojmë, e që në këtë rast, Kuvendi i Republikës ka dështu për me pa këtë sfidë përpara që kemi pas si prioritet për qytetarët e Republikës Kosovës, atëherë opsioni vetëm që kalon para opozita shkojmë zgjedhje, sepse realisht nuk ka opsion tjetër. Kështu që është kjo shumë e rëndësishme me kuptu që opozita ka refuzu dialog, opozita ka refuzu me ofru një mandatar, sepse opozita që në start u dërzu, vetëm ka bloku, ka qenë pengese vazhdueshme në proces, mirë po nuk ka ofru zgjidhje. Nuk është konferenca jashtëzakonshme zgjidhje në krizën cilën jemi. Është realisht ballafaqimi politik i brendshëm në foltorët Kuvendit të Republikës Kosovës. Jagaj, për fund argumentet tua dhe çështjet procedurale në takimin e nesërm dhe çfarë ndodh me ditën e zgjedhjeve. Edhe një herë për zënën deputete, që unë i kam para